ke shprehur një konsiderat të jashtëzakonshme për gruan që ke në krah. Çfarë më bëri mua përshtypje këtu? Që ta dëgjoni të gjithë bashkë. Që nuk gjej burra ose jam burrat e moshës tuaj, ndjes, domethënë të një viti të një brezi që i përket brezit tonë dhe unë aktualisht nuk kam parë një burr ose një djalë që të flas me një konsiderat të jashtëzakonshëm për partneren e vet. Unë gjithmonë historinë e dashurisë tuaj që keni përjetuar bashkë dhe deri tek mënyra se si ti e vlerësoje dhe e mbaje në piedestal dhe respektoje deri në fund dhe tek ajo e fundit fare që unë nuk mendoj dot jetën time pa partneren time. Unë do isha këtu ku jam, ndoshta pa ti me shoqë. Kjo ishte deklaratë shumë bukur kjo, shumë e fortë dashuria. Ndryshe nga të tjerë. Shiko, gjithë çështja është dashuria. Ka të bëj shumë në marrëdhënie, domethënë është dashuria e para. Në qoftë se ndërton një marrëdhënie mbi bazë interesi, një ditë do të çedoj. Në qoftë se e do pa kushte dhe të do pa kushte, ajo mbetet edhe sikur bukën t'ja thash. Mbetet sepse është ajo që njeriu është qenie që dashuron, duhet të dashurojë. Në qoftë se dhuron dhe merr dashuri, është qenia më e plotësuar në botë. Unë sot jam kaq vite, jam lerri në Tiranë, punojmë si qen, kuptimin e mirë të fjalës, se fjala qen mua më nderon, se qeni është i kafshë e jashtëzakonshme, e dim të gjithë. Me ti me shoqe, jemi me qira, po nuk e vrasim menin fare. Jashtëzakonshëm. Wow. Sepse në fund jetojmë marrëdhënien ton, po si ditën ku u njohim, duke u ngacmu, duke bo gallat me njëri tjetrin, duke ngritur zonin, edhe duke u çepetosur. Gjithnjë më rrallë, se tash s'kena mo, sepse e njohim njëri tjetrin shumë mirë, po e jetojmë me gjithë intensitetin e vet marrëdhënies. Je me këtë shprehjen që vera sa më shumë të qëndrojë aq më mirë bëhet. Nuk është shprehje, është fakt. Fakti i kthyer në jetë. Fakt është që vera e mirë, sa më tepër të rinë shisha, aq më mirë bëhet. Edhe dashuria kështu. Edhe dashuria. Nëse kujdes, nëse është dashuria, pra ta ndajmë çik gjën.